është që ato që janë raketa balistike mund të kapen vetëm në sistemet Patriot ose sistemet SAMPT. Që Ukraina po thua i ka sistemet Patriot, pra kur them mund të kapen nuk do të thotë që 100% kapen. Po, mund të kapen dhe për momentin Ukraina është jashtëzakonisht e dizavantazhuar nga po themi nga kjo gjë. Dhe masat që po merr Ukraina është e parë një kërkesa që po i bëhet Shtetet Bashkuara të Amerikës apo edhe vendeve të gjirit, ju bë kërkesë për nëse kanë bateri kështu rezerva në raketa e tjerë që t'ja kalonin Ukrainës përkundrejt transferimit të teknologjisë antidron kundër dronëve Shahid të Iranit, pra kërkesa është bërë prej kohësh, po dhe vendet e gjirit janë keq me rezervat e tyre. Për dënë iden, aq pak ndihmë është dhënë Ukrainës në drejtim të raketave Patriot, sa vetëm në 3 ditët e para të luftës SBA-Iran janë harxuar më shumë Patriot se ka harxuar Ukraina gjatë 4 viteve. Po. Imagjino se sa shumë kanë qenë në vendet e gjira dhe se sa pak i është dhënë Ukrainës ndihmë, e cila ka ky po bëhet viti 5 i luftës që përballet me ato ditë për ditë. Dhe për këtë gjë i është bërë kërkesa, Shtetet Bashkuara të Amerikës i është bërë një kërkesë edhe për prodhimin apo licencimin e Ukrainës që të prodhojë raketa Patriot, duke qenë se sistemet i ka, por nuk ka raketa. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e kanë pranuar që Ukraina të licencojë këtë gjë, por kanë licencuar në javën e kaluar licencuan Polonin. Mbrojtja tjetër që këta pretendojnë që të bëjnë, ka të bëjë me faktin e marrjes së avionëve. Dje ka qenë në Suedi, Zelenski, me avionët Gripen. Me avionët Gripen, të cilët janë avion të gjeneratës 4.5. Janë avionët më të mirë pas F-35-ës. Pra, F-35 është një gjenerata... Faleminderit regjia për pak a shumë për këto bëhet fjalë si avion, paktën këto ka gjetur. Po këto janë avion të cilët kanë, pra, janë të gjeneratës 4.5, janë më të avancuar se F-16 si gjenerat, janë më ekonomik, mirëmbahen më lehtë, kanë nevojë për më pak riparime dhe kanë nevojë për më pak pistë. Dhe në momentin kur domethënë ti ke probleme me një infrastrukturë ushtarake që goditet nga Rusia, për Ukrainën këto janë perfekt. Pra po themi si avion të avancuar. Këto avion shërbejnë, pra për të dhënë një ide, këta avion shërbejnë për një mbrojtje të integruar edhe ndaj sulmeve me raketa, sepse sulmet me raketa që ndodhin, një pjesë e tyre ndodhin nga gjuajtësit, po themi, bombarduesi strategjik, gjuajtës apo gjuajtës bombardues apo bombardues, po themi, të Rusisë. Pra, ngrihet një avion Sukhoi, Su-30 apo të tjerë, apo mund ngrihen avion bombardues, të cilët e lëshojnë raketën 200 ose 300 km, pra ngrihen në ajër dhe lëshojnë raketën 200 ose 300 km larg, po themi, territorit kufirit të Ukrainës, dhe për të qëndruar larg mbrojtjes së Ukrainës, dhe lëshojnë raketët që godasin. Dhe në këtë rast, Gripeni shërben bashkë, është një zgjidhje integruar bashkë me Gripenin, pra është dhe një avion tjetër që i prodhimit suedez, i cili është avion i ngjashëm me Avaxin, është avion me zbulues që quhet, dhe ai ka radar, do të thënë që shikojnë në thellësi, nëse keni parasysh Avaxin, janë ato që kanë ato njësi antenë sateliti që u goditën edhe. Ai që u goditën në Arabinë Saudite. Ata avion janë shërbejnë për zbulim, po edhe si qendër koordinimi. Ai avion ngrihet në ajër dhe ai ka radar jashtëzakonisht fuqishëm. Ato radar që janë jashtëzakonisht fuqishëm arrin të kapin avionët e kundërshtarit ma tan rrezes së, po themi, sistemeve kundërajrore. Pra, ai avion ngrihet në ajër dhe i kap, po themi, avionët rusë që kur ngrihen, po themi, në aeroportet e tyre që janë, po themi, 200-300 km ose 500 km larg, po themi, Ukrainës, dhe identifikon. Dhe njëkohësisht një Gripen fluturon me radar të fikur, që të mos zbulohet në ato, dhe koordinatat, pra, ajo që ndodh është avioni radar lidhet me avionin Gripen nëpërmjet një uplinku, dhe avioni radar jep koordinatat
avionit kundërshtar, Gripeni, dhe Gripeni pa i hapur radarët e vet, lëshon raketën e vet. Kjo raketë pastaj koordinohet nga koordinatat e avionit kundërshtar, i merr vazhdimisht nga avioni tip Avaxi, nuk është Avaxi, është tip Avaxi. Dhe shkon dhe godet në thellësi avioni kundërshtar përpara se ai të lëshë raketa. Pra kjo përbën avantazh strategjik. Kjo duhet kishte ndodhur shumë kohë më përpara, po për momentin, në këtë moment ata është folur që të ketë rreth 16 avion të tillë që do t'i jepen menjëherë Ukrainës, 16 avion Gripen. Kjo është njëna elementet më të cilët përdore Gripeni, se ka dhe pastaj elemente të tjerë që mund të godasi, nëpërmjet bombave ato që quhen JDM, ose që janë më konvencionale, mund të godasi objekte në thellësi edhe në po themi brenda territorit të Ukrainës, po e kam fjalën që kjo mund të jetë një mënyrë për të ndihmuar në mbrojtjen po themi kundërorë, plus që këta avion me raketat e tyre mund ta zgjasojnë po themi dhe ato që janë raketat cruise dhe raketat po themi dhe dronët. Sepse është e vështirë, këta nuk janë të rikthehemi te tipologjia e goditjes, janë 3 lloj armësh që përdor Rusia. E para janë raketa balistike. Raketat balistike janë po themi ato të cilat janë me mak të lartë, për shembull Oreshnik është raketë balistike. Dhe diferenca e tyre midis raketave balistike dhe raketave cruise është që raketat balistike kanë një trajektore të lartë, pra ngrihen lart në atmosferë dhe zbresin me një shpejtësi terminale të shpejtë, Mach 5 apo Mach 11, siç rasti Oreshnikut. Raketat cruise fluturojnë mbi tokën. Tomahawku për shembull është një raketë cruise. Fluturon ulët mbi tokë dhe janë më të sakta dhe kanë avantazhin që mund të devijojnë trajektorin, mund të shmangen sistemet e mbrojtjes. Dhe përveç këtyre 2 lloj raketa, por janë të ngadalta, domethënë ecin me 800 km/h. Kurse ato që janë pastaj dronët, janë ato për të saturuar mbrojtjen, dronët Shahid ose Geroni që janë të këtyre, ata fluturojnë me 200-300 km/h dhe janë për të saturuar mbrojtjen. Tani dronëve Shahid dhe këtyre raketave që janë po themi cruise, ti mund t'i azhësosh edhe me avion. Pra, një avion Gripen apo F-16 dhe të tjerët e kap po themi atë i bën lock on sepse shpejtësitë e avionit dhe shpejtësinë e raketave të avionit janë më të shpejta se një raketë cruise dhe ti mund ta azhësosh teorikisht në ajër raketën cruise, apo mund ta zgjasësh po të duash edhe dronin, nëse do të harxhosh $100,000 raketë për të rrëzuar një dron 30.000. Të mbetet Oreshniku po thua. Të ngelin ato që janë raketa balistike. Dhe këto raketat balistike ti mund t'i zgjasësh vetëm në qoftë se ose me sistemet e mbrojtjes Patriot, ose SAMT, ose mund t'i zgjasësh në këtë mënyrë që thash, pra që të shkatërrosh platformat nga të cilat ato nisen. Dhe platformat nga të cilat ato nisen janë platformat avionët zgjuarës bombardues, anijet e flotës ruse që janë në detin e zi akoma, apo avionët bombardues të cilat këta edhe i goditën me ato operacionin e famshëm. Pra, duket sikur Ukraina në këtë rast është duke përpjekur në mungesë të ndihmës amerikane që të krijojë këtë gjë. Endri, se ndërkohë tek çështja kryesore nuk e di do gjejmë kohë. A mos ndoshta se ti fole për mobilizim total, a mos ndoshta Rusia e ndodhur përballë faktit që ashtu siç sugjeron ti nuk po e thyen dot Ukrainën të kalojë dhe të godas përtej Ukrainës për të nisur një luftë me Europën edhe NATO-n, sepse sugjerohet që të paktën nga shërbimet inteligjencës që Rusia mund godas, siç edhe shpesh kemi folur këtu në emision, një nga vendet baltike. Si e vlerëson në kuptimin ushtarak përballjen nëse shkojmë në këtë përballje? Më duket e vështirë që Rusia të hapi një front të dytë, ndërkohë që si ka dhënë zgjidhje, po themi, asaj që është, dhe imagjinoni karta kryesore e gjithë pro-putinistëve që janë në Evropë dhe pro-filorusëve që janë në Evropë, është që Rusia nuk ka problem asgjë, ka lidhje vetëm me po themi me Ukrainën, me sistemin nazist të Ukrainës. Pra, kjo ka qenë argumenti. Dhe në momentin kur ndodh një veprim i tillë dhe tregohet që Rusia është realisht agresor, pra nuk është ajo që bën, ti pastaj fiton një unitet në Evropë
dhe një kundërvojnje të Evropës, e cila pastaj për Rusin për momentin nuk ka mundësi të mbajë dy fronte njëkohësisht. Pra të mbajë edhe frontin e Ukrainës, në cilën jo vetëm që nuk po avancon, po është duke u tërhequr paksa, dhe njëkohësisht hapi edhe një front tjetër. Domethënë, duke të çmenduri, dhe kjo çmenduri mund të ketë vetëm një justifikim, kuptimin që do që mbase teoria është që të mbjelli terror dhe Evropa pastaj në këmbim të largimit të atij kërcënimi në vendet balltike, ti lësh dorë të lirë në Ukrainë këtë tjerë. Po këto janë çmendurira dhe janë lojra aq të rrezikshme sa nuk mendoj që do ketë ndonjë, po themi, udhëheqës rus që të shkojnë në këtë drejtim të hapin. Si e shikon fundin e këtij konflikti në këto kushte të reja, duhet të themi? Konflikti për momentin nuk është se ka fitimtar në kuptimin e fitimtar në fushën e betejës. Domethënë pak a shumë prej që në 2023 që vije frontet nuk është se ka lëvizur dhe aq, po bëhet viti i tretë në cilin nuk është. Do të vazhdojë edhe për disa vite kështu? Edhe kjo ka për të vazhduar për sa kohë që njëra palët të arrijë pikën e thyrjes. Pika e thyrjes për Rusinë që është larg, po thua, si pikë thyrje. Për momentin të dy palët janë larg pikës së thyrjes dhe Rusia si ka ngelur. Pra, Ukraina është duke bërë gjithçka në krahun e vet. Ndërkohë që Rusia ka akoma edhe një armë tjetër që është mobilizimi i përgjithshëm. Mobilizimi i përgjithshëm që mund të bëhet nga shtatori e mbrapa, domethënë pas të bëjnë zgjedhje për Dumën ata, pra bëjnë një palë zgjedhje për Dumë, zgjedhje ala Putin, domethënë që i fiton gjitha Putini, po pas kësaj mund të bëjë një mobilizim përgjithshëm. Ky mund të jetë një ndryshim i cili mund të sjellë diçka në fushën e betejës, duke ditur që rusët nuk pyesin shumë për, po themi, për jetën e njerëzve, pra mund të nisin me sulme masive, e kupton, siç ndodhi dikur, nëse mbani mend Bakhmut ose këto të tjera që në çdo metër katror kishin një rus të vrarë, po fundit arritën që të merrnin, po themi, Bakhmutin. Pra, është një taktik ruse e asaj vala njerëzore e sulmit, ata e kanë në doktrinën e tyre ushtarake, që nuk ka problem, që të vritet, mjafton që të kapet objektivi, duke qenë se ka një distinvel shumë të madh në popullsi. Popullsia ruse është diku te 140 milion, popullsia Ukrainës është rreth 22 milion, kuptohet që ka një diferencë shumë të madhe. Ukraina është tani duke e mbajtur gjithçka që po e mban me teknologji. Për shkak se po rinovon më shpejt dhe duke ditur këtë disbalancim, ndërkohë që rusi i ka ngelur në dorë mobilizimin përgjithshëm, Ukraina është duke ecur në drejtimin e kundërt, duke kërkuar që ta modernizojë dhe ta kthejë ushtrinë në ushtri robotësh, duke qenë se nuk ka njerëz për të avancuar dhe plani i tyre strategjik është që në 2028 në front, domethënë 80% e trupave, pra që janë aktuale të zëvendësohen me robot. Pra, në këto trupat aktuale të mobilizuara të ngeli vetëm 20%, dhe pjesa tjetër të mbulohet e gjitha me robotik, me dron, me artificial intelligence, pra inteligjencë artificiale e tjerë. Pra, Ukraina po ecën në këtë drejtim. Ndërkohë që Rusia e ka të vështirë për momentin të ecën në këtë drejtim dhe ka më të lehtë që të ecën në drejtim të valës njerëzore. Edi, të falenderoj shumë që të kisha. Faleminderit. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua Hisen Berisha nga në Prishtinë je tani, Hisen apo? Tani po vinë në Gjakov se do kemi tubimin e hapjes. Në Gjakov, në Pej, pastaj kështu me radhë. Të hapjes të fushatës. Sparit falenderoj shumë që gjete kohën se e di ngarkesën. Ndërkohë, si po i lexon zhvillimet? Tani ne kemi hyrë në fazën intensive të fushatës elektorale që do thotë dje zyrtarisht ka filluar dhe pse praktikisht fushata është që nga shtatori vitit 2024 nuk kemi rënë në gjuhën elektorale, qoftë në bllokadat institucionale që kemi shkaktuar, qoftë në mos funksionimin e institucioneve të shtetit apo sulmin ndaj tyre dhe pothuajse defunksionalizimi total të shtetit. Kanë funksionuar vetëm ato mekanizma që edhe pa prezencën e qeverisë apo shtytjen e qeverisë, ato janë në funksion që janë biznese private, ku ta diune. Fatkeqësisht, edhe këtë fazë elektorale është instaluar edhe është shpërsuar edhe më shumë ajo gjua polarizuese, gjua përqarëse, por edhe një sulm i sinkronizuar, degradues ndaj çdo vlere. Fatkeqësisht partia mazhorante që është
deri me këto zgjedhjet e fundit, ka organizuar një propagandë ndaj çdo vlere që qëndron në themelet e identitetit tonë shtetëror dhe ka një propagandë e cila për këto 2 vite blokade institucionale e ka shoqëruar gjuhën e tyre dhe nuk e ka kurrësyer dhe atë që vlerë sublime për kombin tonë, që janë UÇK-ja, lufta përfaqësues të saj, gjuha urrëties, gjuha e solidarizimit me ambicjet e pretensës së prokurorisë së Beogradit për t'i dënuar me burg përjetshëm e tjera, format deklarimit që tani për ne janë tepër shqetësuese jo për faktin e efektit elektoral, sepse në dinitetin e popullit e pjesë që gëzon atë dinitet, kjo nuk jep efekt, jep kundër efekt, por për faktin se ekziston një kontingjent, një përqindje kaq e madhe, që mendojnë në këtë formë për vlerë më unike dhe sublime të vetë identitetit tyre, si pjesëtar të shtetit Kosovës, si qytetar të shtetit Kosovës. Mendoj se kjo gjuha e urrëties që është krijuar, përçarja thellë që është krijuar mes taborëve politike, tendenca për të mos ofruar asgjë nga programet elektorale, asnjë premtim për rregullim të jetës, qofshin ato në aspektin social-ekonomik, qofshin zhvillimor të përgjithshëm të shtetit, qoftë diplomatik, qoftë fushën e sigurisë dhe komponenteve të saj, por marrja gjithmonë me etiketime, fyre, denigrime të tjera, unë mendoj se është një kurs i gabuar dhe nuk po prodhon efektin solidarizues rreth vlerave të përbashkëta, por përkundra një parcializim, një përçarje e cila nuk do t'i shërbejë stabilitetit afatgjatë politik. Është hera e parë që ndodh kjo, zoti Berisha, është hera e parë që ndodh në Kosovë, fjala vjen ndryshe nga zgjedhjet që ishin në dhjetor. Domthonjë, si shikon këto zgjedhje në raport me 2 zgjedhje më parshme? Çfarë ka ndryshuar? Tani, fatkeqësisht, këtu po përballemi me një shkollë të vjetër, e cila në mendsinë e leadershipit politik në Kosovë, në veçanti subjektit mazhorant që është në Kosovë, është instaluar nga ish regjimi. Se ne nuk mund të ikim asaj që kemi kaluar në ish regjimin e Jugosllavisë dhe të Serbisë, dhe ajo shkollë nuk i shërben të ardhmes të mirë të vendit as të shoqërisë. Pra tendenca për të jetuar, për mbjetuar në politikë përmes krizave, për ngritjen e kauzave jo stabile, jo të qëndrueshme, nxitjen e konflikteve, pseudo-konflikte vetëm për ta mobilizuar atë patriotizmin qytetar. Shife, nëse ti kap temën e sovranitetit, e integritetit territorial, e ndonjë sulmi të mundshëm nga Serbia, rreziku, kjo është një lloj motivimi i atij patriotizmit brendshëm qytetar. Dhe këtë patriotizëm po e keq përdorin pastaj për ta kthyer në votë. Kjo nuk i shërben të mirës Kosovës, sepse Kosova në aspektin e sigurisë nacionale dhe territorit